Ish bankieri i JP Morgan ngre akuza të reja kundër drejtuesës shqiptare për gjoja abuzime seksuale. Ish bankieri i JP Morgan, Qirano Rana, ka paraqitur atë që quhen prova të reja që mbështesin akuzat e tij për abuzim seksual kundër ekzekutives Lorna Hajdini, përfshirë një mik anonim i cili pretendojnë se ishte ftuar për një treshe. Deklaratat dëshmitare anonim përmbajnë detaje dhe citate dhe përshkruajnë takime të dyshuara me Hajdimin në vitin 2024, padje me cilën JP Morgan këmbgulse është tërësisht e sajuar u rishfaq papritur në Gjykatën Supreme të Manhattanit të hënën, pasi u ngritë më pas u tërhoq shpejt javën e kaluar, padje shpejt u bë virale për shkak pretendimeve të llahtarshme kundër Hajdinit, e cila u gëzua se kishte shndruar Ranën në një skllav seksi. JP Morgan dhe Hajdini kanë reaguar ashpër kundër këtyre pretendimeve. Burimet shumëta i thanë të poshtë se hetimi i brendshëm i JP Morgan, i cili shqyrtoi emailët e dhëna të pajisje, nuk jeti asnjë provë për shkelje. Hajdini bashkëpunoi plotësisht, ndërsa Rana jo, tha banka. Post raportoi gjithashtu se Rana më sa duket gënjeu bankën për vdekjen e babait të tij në mënyrë që të merrte leje të paguar dhe më sa duket e përdor kohën për të përgatitur padin bombë, pasi më parë kishte kërkuar një zgjidhje prej $20 milion. The Post e gjeti baban e Ranës gjallë dhe të dielën, ekspozita të tjera, paraqitje të tjera përfshin një pohim nga Rana, i cili argumenton se duhet veprojë në mënyrë anonime sepse ngjarjet e supozuara e kanë lënë me PTSD.